ne I kemi veçuar ata me një veçëri, me një specifik, që ata e përkujtojnë ahiretin. Ne I kemi veçuar ata, I kemi bërë ata të cilët punojnë për ahiret. Nuk kanë qëllim tjetër, nuk kanë synim tjetër, nuk kanë, se shtot me gjahit, punojnë për ahiret. Tanë pejgambert e Zotit kanë punu për ahiret. Ata edhe punët të cilat e kanë bërë për dynja, nuk e kanë bërë për dynja pse e duan dynja, por e kanë bërë punë për dynja, më forcu me to, me mbijetu me to, dhe me shfrytzu ato për me adhuru Allahun, për me punu për ahiret. Me punu për ahiret. Për ata Malik bin Dinar, rahimahullah, ka thanë në këtë ajet koranor, Allah I madhruar e ka nxirr dashurin e dynjas prej zemrave të pejgamberve. Allah I madhruar e ka nxirr dashurin e dynjas prej zemrave të pejgamberve dhe u ka mbjellur në zemrat e tyre dashurin ndaj ahiretit. Nuk e duan pejgamberët të dyja. Nuk e duan. Madje edhe ata që patën pasuri ekstreme, si Davudi dhe Selimani, pasunit pa fund, prap nuk e duan. Nuk e duan dynjan. Nuk e duan pejgamberët të dynjan. Nuk lakmojnë dynjan. Janë të veçuar, të veçantë. Allahu po thot, tebaraka inna akhlasnahum bi khalisatin. Ne I kemi veçuar, e kemi dalluar me një cilësi, me një tipar, dhe kërët darë me përkujtu ahiretin, me punu për ahiret, me thje njerëzit në ahiret, me punu veprat ahiretit, me përcjell fjalët e mesazhet që u asigurojnë, u garantojnë njerëzve ahiretin, edhe kështu më kaj për ahiret. Kështu kanë qenë pejgamberët e Zotit. Këta në qysh më specien ata më të mirët. Kurse ata, dënjat e ta nuk qenë pesh, nuk punojnë për dënja. Sepse Allahu nuk I paska gatu për dënja. Nuk I paska krijuar për dënja. E Allahu zgjell çka të dën, vepron çka të dën, jep ku I dën çka të dën, tebareke ve teala. I kemi bërë që të përkujtojnë Allahun, të punojnë për ahiret. Natyrisht të mësojnë njerëzve dinin, I cili u asiguron atyre ahiretin me emrin Allahut Azza wa Jalla.